Përshëndetje, jeni me edicionin më të ri të lajmeve 21 minuta. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka folur shkurtimisht për media pas takimit me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjikun, të cilët diskutuan rreth gjetjes së një pajtueshmërie rreth zgjedhjes së presidentit. Ai nuk dha përgjigje konkrete rreth nënshkrimeve për kandidaturën e Vjosa Osmanit. Zgjidhjen, por do t'ju njoftojmë nëse kjo bëhet së shpejti. Për Vjosa Osmanin 30 nënshkrime, kryeministër. Kryeministri i Kosovës dhe njëherësh lideri i vetëvendosjes Albin Kurti është takuar sot sërish me kryetarin e LDK-s Lumir Abdigjiku për të arritur ndonjë marrëveshje lidhur me çështjen e zgjedhjes së presidentit. Në një përpjekje shumë intensive të kryeministrit Kurti që të vazhdojmë edhe të përmbyllim suksesshëm zgjedhjen e presidentit apo presidentes. Puna është intensive gjatë gjithë këtyre ditëve dhe në këtë fazë nënshkrimet do të mbledhen në momentin që ne jemi të gatshëm të prezantojmë tutje. Deputetët tanë janë të gjithë të pranishëm edhe nuk do të jetë problem mbledhja e nënshkrimeve, por unë shpresoj që do të arrijmë një konsensus edhe të gjithë deputetët do të kryejnë obligimin e tyre, do të qëndrojnë soll edhe do të shmangim edhe një palë zgjedhje. Deputeti i LDK-s Besjan Mustafa ka folur pas takimit të mbajtur nga grupi parlamentar i partisë në Selin Qendrore. Mustafa ka thënë se lëvizja vetëvendosje ka 66 ulse dhe zbëhet zgjidhja pa partinë që drejton Kurti. Ai ka përsëritur që s'ka asnjë emër të propozuar në mënyrë zyrtare. Pa marrëveshje politike për dallim nga konsensusi i gjerë, nëse ke konsensus të gjerë, të gjitha partitë politike parlamentare pajtohen fillimisht në parime, se mbi cilat duhet të ndërtohet presidenca e ardhshme, pastaj kriteret mbi cilat diskutohen emrat e veçantë, dhe në fund diskutohet emrat e veçantë dhe pajtohen gjitha partitë politike në një emër të veçantë. Për dallim nga kjo, marrëveshja politike në mes dy partive politike për të sjellë të njëjtin procedurë, por vetëm në këtë rast në mes të dy partive politike, pra në këtë rast LDK-s dhe A keni arrit marrëveshje politike, zotë Mustafa? Nuk ka, thash edhe një herë, partia në pushtet ka 66 ulse në kuvend, pa ta nuk bëhet kjo punë, prandaj ata nuk kanë, deri më tani nuk ka asnjë propozim për asnjë emër. Glauko Njufta është përmendur në takimin e sotëm? Kemi dëgjuar, e kam parë dhe unë në medje, por po flas zyrtarisht, nuk ka një propozim, dhe propozim konsiderohet kur ke 30 nënshkrime në kuvendin e Kosovës, deri tash nuk kemi asnjë propozim zyrtar formal për asnjë emër. Politike, zotë Mustafa, keni arrit marrëveshje politike, a u diskutu specifikat e saj në takimin e sotëm, edhe zoti Abdigjiku në rast të një marrëveshje politike a ka mbështetjen e gjithë deputetëve ose të qoftë a janë gjithë deputetët e LDK-s pro ta zëm edhe kandidaturës së zonës Osmane? Nuk mund të diskutoj kandidatura individuale, sepse thash deri tash nuk kemi asnjë kandidaturë zyrtare që ka së paku 30 nënshkrime, prandaj lejoni që të mos komentoj diçka që nuk ka ndodhur. Sa i përket grupit parlamentar të LDK-s, Blen Cekët që është unik, është i bashkuar, ka një qendrim të përbashkët, dhe ashtu siç vendosim bashkërisht, apo do të kërkojmë bashkërisht të 15-ës, ndërsa sa i përket marrëveshjes politike, deri në këtë moment nuk kemi një marrëveshje politike. Besjan, kemi lëvizje tukje. Besjan, a mundesh me na shpjegu, a do të qëndroni në sallë nëse nuk ka marrëveshje gjatë votimit të presidentit, nëse ka propozim nga vetëvendosja? Thash edhe një herë, pra e vetmja mënyrë si ecën tutje ky proces është nëse ke konsensus të gjitha partive politike ose një marrëveshje politike në mes. Do të qëndroni në sallë gjatë votimit? Deri sot nuk kemi një gjë të tillë. Patëm një takim të grupit parlamentar të LDK-s ku morën pjesë 15 deputetë të LDK-s. Qëndrimi i përbashkët, mendimi i përbashkët është që zgjedhjet janë të evitueshme, të shmangshme, të panevojshme në këtë fazë të Republikës sonë. LDK-ja, siç kemi shprehur dhe më parë, jemi të gatshëm që të kontribuojmë në drejtim të zgjedhjes së presidentit në dy drejtime. E para është një konsensus i gjerë politik, pra një kandidat që vije si pajtueshmëri nga gjitha partitë politike. Dhe e dyta është një marrëveshje politike klasike në mes të dy partive, në këtë rast Pushtetit dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Natyrisht, lejoni të cek dhe këtu që Pushteti ka 66 ulse në kuvend, pra ka 66 deputet, ka 66 vota, dhe në asnjë format kjo gjë nuk bëhet pata.
Në prani edhe të Ministrit të Arsimit Hajrullah Qeku, Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Teknologji ka miratuar projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për qasje në arsimin e lartë dhe pranim për studime në Ballkanin Perëndimor. Deputetja dhe antarja e Komisionit nga Lëvizja Vetëvendosja Arbriena Gavci përmendi dobit e projekt ligjit, ndërsa antari Komisionit nga Partia Demokratike e Kosovës, Enver Hoxhaj, tha se mbështet këtë projekt ligj. Projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për qasje në arsimin e lartë dhe pranim për studime në Ballkanin Perëndimor. Kjo marrëveshje e nënshkruar më 14 tetor 2024 në Berlin nga përfaqësues të Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë, synon të krijojë një hapësirë më të hapur dhe më funksionale të arsimit të lartë në rajon. Përmes saj, lehtësohet qasja dhe pranimi studentëve në institucionet publike të arsimit të lartë, duke hequr pengesat administrative dhe duke afruar standardet akademike ndërmjet vendeve pjesëmarrëse. Me këtë projekt ligj, ne synojmë të garantojmë mobilitet real akademik, njohje të ndërcjellë të kualifikimeve të arsimit të mesëm dhe të lartë, si dhe të forcojmë bashkëpunimin institucional në fushën e arsimit. Kjo marrëveshje është pjesë e procesit të Berlinit, siç edhe e dini, dhe synon të rrisë bashkëpunimin rajonal në fushën e arsimit të lartë, duke u bazuar në vlerat dhe standardet evropiane. Mund të jetë kjo platformë që ne në të ardhmen kemë një mobilitet akademik për studentët cilët vinë në një vend i cili është në një fazë të caktuar të integrimit në Bashkimin Evropian. Kjo është njëna prej marrëveshjeve tepër të dobishme për gjithë sistemin e arsimit, për shkak se krijon lehtësira dhe është një hap përpara drejt integrimit evropian edhe integrimit të arsimit edhe krijimit heqjes së barrierave që kanë universitetet dhe shkollat në Ballkanin Perëndimor. Instituti Reinvest ka organizuar tyrezën me temë pjesëmarrja e Kosovës në kornizën e investimeve të Ballkanit Perëndimor. Drejtori ekzekutiv i Reinvestit Alban Hashani tha se aktiviteti synon të kontribuojë në adresimin e çështjeve konkrete që lidhen me këtë kornizë, duke ndërlidhur edhe me projektet aktuale dhe të ardhshme të institutit. Nga zyra e kryeministrit Florim Canolli theksoi përfitimet që Kosova ka pasur nga kjo kornizë investuese ndër vite, duke potencuar vlerën e lartë të fondeve të përfituara dhe pritjet për rritje të mëtejshme të tyre. Sot mbetet që të identifikojmë pengesa strukturore, vëshllëqen koordinim dhe mundësi konkrete për përmirësim. Gjithashtu, synon që të krijojë një hapësirë dialogu konstruktiv ndërmjet palëve të interesuara, me fokus në forcimin e bashkëpunimit institucional dhe përmirësimin e identifikimit, përgatitjes dhe strukturimit të projekteve që mund të mbështeten përmes kësaj kornize. Po ashtu, dua të ndaj me ju që ndërkohë që ne po përmbyllim projektin Policy Answers, Instituti Reinvest është në nisje sipër të një projekti tjetër në kuadër të Horizon Europe, në bashkëpunim prapë me partnerë tjerë të Bashkimit Evropian. Aktiviteti sotëm mund të ndihmojë në identifikimin e elementeve konkrete që do të mund të adresohen me projektin e ri. Prej vitit 2009, kur ka fillu korniza investuese Ballkanit Perëndimor, kemi përfituar qindra miliona grante. Ka dhe grante të tjera të cilat janë në pritje të njoftimit përfundimtar të BE-s për heqjen e masave për fazën e dytë, që është paremëruar këtë ditë, dhe pra do të shtohen këto grante investuese, ndërsa parafërsisht vlera investimeve nëse do rritet të kostet totale e projekteve, pra edhe pjesës tjetër që financohet nga afat të ndryshme, kjo shkon në miliarda. Pra kemi të bëjmë një instrument që është jashtëzakonisht masiv për nga vëllimi i fondeve. Në të ardhmen kjo pritet me ushtu, me u rritë dhe matutje, si që dini me planin e rritjes. Oda ekonomike e Kosovës ka shprehur shqetësimin lidhur me situatën aktuale, politikën në vend dhe mundësitë e organizimit të zgjedhjeve të reja, duke theksuar se ekonomia e vendit ka nevojë për stabilitet dhe institucione funksionale.
OEK në komunikatën për media ka vlerësuar se në këtë fazë të ndjeshme të zhvillimit ekonomik, vendi ka nevojë për vendimarrje të qëndrueshme dhe bashkëpunim institucional e jo për procese të reja zgjedhore. 25 minatorë të rinj ka nisur zyrtarisht punën në minierën e Stantërgut, duke u bërë pjesë e gjeneratës së re në këtë sektor. Ky hap vlerësohet si i rëndësishëm për funksionimin dhe zhvillimin e minierës së Stantërgut, duke krijuar kushte për ripërtrirjen e vazhdueshme të stafit dhe rritjen e kapaciteteve prodhuese. Drejtori i minierës Trepça Shyshri Sadiku tha se kjo është gjenerata e tretë e minatorëve të rinj dhe se ata do t'i nënshtrohen një procesit të plot trajnimi. Sot, fatbarësisht po flas kanë filluar edhe gjenerata e tretë, që kanë filluar janë 25 minatorë, të gjithë janë punëtorë në minierë, domethënë të gjithë janë të dedikuar ka prodhimi, që të tharmën domethënë me një përvojë më të gjatë të punës, pranë 2 vite, 3 vite, na mendojmë me trajnimet edhe me certifikimet e tyre me kalu dhe minatorë tanë. Ai sqaroi se trajnimi do të jetë 6 mujor dhe do të përfshijë pjesën teorike dhe praktike. Gjithsesi, po s'pare, na do të më njoftu bashkërisht me ta, do të më kallëzu dhe procedura domethënë që janë në sektorin minerar, sidomos në minierë. Ne kemi edhe programin e trajnime për të gjithë ata minatorë që nuk ka kryer trajnimin e minierë, që është një trajnim 6 mujor, ne kemi për detyrë me programin që kemi, me fillu trajnimi teorik, që fillon me 120 orë edhe tash që vazhdon trajnimi praktik në minierë me 180 orë. Sadiku theksoi se nevoja për punëtorë të rinj është e domosdoshme, pasi çdo vit një numër i madh minatorësh dalin në pension. Tash më varet gjithçka, se edhe këtë vit diku po flas shkojnë në pension rreth 31 minatorë. Çdo vit po flas shkojnë të tillë. Unë besoj për sa ata që shkojnë në pension, unë besoj për sa kemi nevojë edhe për provë të reja. Se gjithmonë miniera duhet më ripërtrit me gjenerata të reja. Pavarësisht se këtë është një moshë fatkeqësisht po flas në atë aspektin tjetër po flas ligjor që minatorët hala nuk kanë një ligj të veçantë edhe janë të detyruar të punojnë minierë deri 65 vjet. Sipas tij, aktualisht miniera Stantërgut numëron 675 punëtorë dhe rreth 30 inxhinier të shpërndarë në departamente kyçe. Minatorët thonë se puna në Trepç ka qenë një ëndër e kamotshme. Pjesa më e madhe e minatorëve të rinj vijnë nga familjet me traditë minerare dhe se ky profesion për ta ka domethënie të veçantë. Një ondër që dhe në këmë pos, si një djalli minatorit, që çdo të i ri, e ka pas në ashtë ama ondër me punu në Trepçe. Po, përshtypjet e pore janë shumë mira, një ndjenjë mirë. Unë personalisht si fëmijë jam rrit me një familje ku këna pas minator në vazhdimsi, domethënë me gjenerata. Ondra e më konë që një ditë prej ditëve me konë pjesë e minierës Trepça ose pjesë gjitha sektorëve Trepça. Drejtuesit e minierës theksojnë se investimi në gjenerata të reja dhe në trajnim profesional mbetet kyç për sigurimin e stabilitetit dhe vazhdimësisë së punës në minierën e Trepçës. Monitorimi përmes kamerave të sigurisë sipas njësisë së trafikut në kryeqytet po rezulton efikas. Për kundërvajtje në baza ditore raportohet se shqiptohen deri në 100 gjoba. Policia vazhdon të bëjë thirrje që ngasësit të shmangin përdorimin e telefonit gjatë vozitjes dhe të respektojnë rregullat e trafikut rrugor me qëllim të parandalimit të aksidenteve dhe ruajtjes së jetës së qytetarëve. Vendosja e kamerave të sigurisë nga drejtoria e policisë në kryeqytet po dëshmon çdo ditë efektivitetin në luftën kundër shkeljeve në trafik. Të instaluara muaj më parë në rrugët kryesore, kryqëzimet më të frekuentuara dhe zonat me lëvizje të dendur, kamerat statike po kontribojnë ndjeshëm në rritjen e sigurisë rrugore dhe disiplinës së drejtuesve të mjeteve.
Qytetarët e mirëpresin këtë nismë, duke konsideruar një hap të rëndësishëm drejt rendit dhe sigurisë publike. Ata madje kërkojnë që vendosja e kamerave të zgjerohet edhe në zonat e tjera të kryeqytetit. Na ndihmon shumë qysh. Ata që janë kesh bërë mbas kamerave dhe këta e njekin rrugën e vetë edhe e lokalizojnë atë personin. Krejt duhen. Çdo ku me pas kamera për me ik të keqes. Mirë, është parasysh se policia në punë në kanë ton kohën. Siç ato mund me përcjell komunikacionin edhe janë për siguri. Shefi operativës së trafikut në kryeqytet, Vedat Zuka, ka bërë të ditur se vetëm përmes kamerave të sigurisë shqiptohen nga 50 deri në 100 gjoba brenda një dite, një tregues i qartë indikimit të teknologjisë në rritjen e disiplinës në komunikacion. Kamerat kontrollohen nga njësia e trafikut rrugor të Prishtinës, kryeqytetit këtë rast, dhe prej aty ne menaxhojmë dhe bëjmë shqiptimin e fletparaqitjes. Të gjitha shkeljet e mundshme që ndodhen në kryeqytet dhe mbarvajtja e trafikut. Po normal që aty kemi të bëjmë me dukuri tjera, me vepra të ndryshme penale për cilat edhe shërbejnë aty. Kamerat e vendosura statike të cilat janë shërbejnë për dritën e kushtit në semafor, shembull për ndrimin e shiritit, për qëndrimin domethënë në udhkryq apo siç po njihet me fjalën yellow box, për vendkalim, për mëzdhënie përparësi mësorëve, për këto gjëra. Mirë, por zakonisht ne njoftojmë përmes postës. Mirë, po ata që në sistem kanë numra telefonit, zyrtarët nga zyra e menaxhimit kamerave i njoftojnë edhe përmes telefonit. Brenda 24 orëve tash varion, varet nga dita, mesatore sillet prej 50 deri në 100 gjoba. Kur farbonuesi nuk fitohet prej policëve, këtë them me garancion të plot dhe me përgjegjësi të plot penale, morale, njerëzore, nuk ka kur farbonuesi. Deri me tani janë instaluar 165 kamera sigurie në 54 lokacione të ndryshme të qytetit, duke mbuluar pikat më të frekuentuara dhe më problematike. Policia apelon ndaj të gjithë nkasëve që të shmangin përdorimin e telefonit gjatë vozitjes dhe të respektojnë rregullat e trafikut rrugor me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe mbrojtjen e jetës së qytetarëve. Shikues të nderuar, informacionet më të reja në çdo kohë gjeni në portalin tonë rtv21.tv. Mirupafshim.